parasysh diçka. Kërkesa e prokurorisë Irena Gjokës i shkoi 210 faqe kërkesë, vetëm për masa, 12 faqe për sekuestro, 20.000 faqe materiale dhe Irena Gjoka brenda 3 ditësh i lexoi të gjitha këto. Brenda 3 ditë. Mira, 20.000 faqe. Brenda 3 ditë pati kohë dhe të shkruante 215 faqe vendim për masa. Brenda 3 ditëve kishte edhe kohë të shkruante edhe 12 faqe vendim, 15 faqe vendim për sekuestro. Por brenda 3 ditëve pati kohë edhe të hulumtonte se çfarë aktesh mund kishin qenë para 20 vitesh. Kjo është Irena Gjoka dhe kjo është komunikimi ekstraligjor. Po e bukur që është gënjeshtër. Pra të dyja ato, dhe gjyqtarja dhe prokuroria, jo vetëm që kanë komunikuar, por kanë mbritur në një gënjeshtër. Pse është gënjeshtër? Sepse VKM-ja për letrat me vlerë e 2008-s paraqitet në foton lart, në të cilin ka 2 paragraf. Paragrafi i parë bën fjalë për ato që e fitojnë përmes procesit ankandit, blerje përmes ankandit. Paragrafi i dytë bën fjalë për pronarët e tokës, që mund përdorin letrat me vlerë. 7 muaj më pas, nuk është shkarkuar i gjithë neni që kishte të bënte me bonat e privatizimit. Është hequr vetëm e drejta për ato që e blinin me ankand, jo për pronarët e tokës. Urdhëku i kemi mashtrim kur arrin prokurori dhe gjyqtari të gënjejnë deri me përmbajtjen e VKM-s. Kjo tregon falsitetin e të gjithë procesit politik dhe gjithashtu frikën që kamerat mos jenë në sallë për të treguar me dhjetra raste të tilla të keqpërdorimit politik. Urdhëku kemi një rast tjetër. Kinse Hetimi është prish klubin Partizani për ngjarje të para 20 viteve. Por ama kanë thërritur deputeten Ledina Alolli për ta pyetur si ka paguar kapelet dhe bluzet në fushatën e 2023-shit. Pra, qartazi është shënjestruar Partia Demokratike dhe opozita. Por këto prokuror politik, Partia Demokratike është armiku i popullit dhe armiku i partisë dhe duhet luftuar me armët